Mirë se vini në një tjetër episod të Geek Talk. Sot do të flasim për një nga industritë më dinamike, por shpesh edhe më të keq kuptuara të botës digjitale, influencer marketing. Po flasim për një industri miliardë dollarësh që po ndryshon rrënjësisht mënyrën se si bizneset komunikojnë dhe se si ne konsumatorët blejmë. Kam ftuar një njerëz që e njeh këtë fushë nga dy botë krejtësisht të ndryshme. Ai është Darti Malaj, pedagog në departamentin e marketingut në Fakultetin e Ekonomisë, i cili ka studiuar thellësisht këtë treg. Darti e jeton këtë realitet çdo ditë edhe nga brenda si bashkëthemeluesi e S Cosmetics dhe bashkëshorti i një prej influencerëve më të suksesshme shqiptare, Sara Karaj. Darti, mirë se erdhe në Geek Talk. Përshëndetje Brenton, shumë kënaqësi që do diskutojmë bashkë. Ne gjithmonë na ecin këto diskutime në tema interesante si në kamerë si dhe jashtë kamerës. Tani te kjo studio, te kjo zyra jon kemi bërë diskutime, vetëm ndryshimi është mikrofoni, kështu që duhet të jetë shumë e thjeshtë, besoj. Po është çështje tjetër. E thjesht, po besoj që do jetë edhe më profesionale për ne dy. Uroj shumë. Disa ditë më parë pash videon që kishit publikuar, vlogun më të ri që kishit publikuar në pushimet e familjes tuaj në Turqi. Edhe thumbnaili shkruante interesante. Edhe në momentin nuk e dija që ishte thënia. Edhe në momentin që e pash, thash pse është interesante, se i shoh këto detajet, e di që ti ke punuar për thumbnailin, thash pse është vendos interesante. E pastaj fillova të shoh videon edhe e kuptova që ke sekondat e parë që Tomasi i kputi një interesante dhe pastaj gjatë gjithë videos ajo interesantja u përmend shumë herë. Edhe përveç se ti dhe Sara, shumë të natyrshëm, vura re që Tomasi po kthehet në një influencer, ose kështu më duket mua, sepse më duket sikur sjellja e tij ndaj kamerës edhe shpjegimet që ai bënte të vendeve ku ju ishte shumë e natyrshme. Edhe kështu doja ta nisja edhe bisedën tonë. A është e rëndësishme që ti jesh një influencer i suksesshëm ta nisësh shumë herët? Është e vërtet, në fakt ne kemi bërë këtë trendin e travel vlogsave ose zakonin ton tani e kemi të përvitshëm. Kam filluar me Sarën me travel vlogs shumë herët, që kur nuk ishim prindër, që kur ishim thjesht të dashuruar me njëri tjetrin edhe bënim në vendet ku jetonim jashtë Shqipërisë vloge për qytete të ndryshme. Ato janë akoma sot e kësaj dite në YouTube. Tani kemi filluar edhe po na merr tendenca e travel vlogsave por si një familje. Dhe nga vitin vit kam parë që Tomasi, djali i madh, që tani mbush vetëm 6 vjeç, është shumë më i lirshëm me kamerën. Edhe kjo i ka ardhur edhe për faktin sepse na shikon ne në përditshmëri që përdorim shumë shpesh kamerën, shikon mënyrën se si sillemi ne me kamerën edhe nuk e ka kompleksitet, të them të vërtetën. Nuk e di se si do vi pak më vonë qasja me kamerën e Tomasit, por këto pushime edhe mua më ka befasu dhe u kthye personazhi i travel vlogut të Turqisë. Edhe me fjalën e tij është interesante. Nuk arrita ta kuptoj nga e kam marr, por ishte shumë e bukur që unë vendosa edhe për thumbnail. Nuk mendoj që është e rëndësishme se sa shpejt apo sa herët nis. Ka gjithmonë një herë të parë për çdo influencer, për çdo krijues që do krijojë përmbajtjen e tij, por nëse e lidh përsëri me atë çka thash deri tani, lirshmëria ndaj kamerës apo fakti se si të paraqitet mënyra e bërjes së krijimit të përmbajtjes, që në rastin konkret unë dhe Sara e kemi në vija të përjavshme, le të themi, ndikon shumë sepse arrin që të miqësohesh edhe të mos ndihesh atë tensionin që disa të tjerë patjetër që e kanë përballjen e tyre të parë me kamerën, do dalin publike të tjerë. Megjithatë, kurdo që ta nisësh, nëse e bën mirë, ti je i suksesshëm, ose nëse je origjinal, sepse ajo që mendoj unë i veçon një influencer nga një tjetër është originaliteti, është fakti sa i lirshëm, ose një mjafton një karakteristikë që ai mund të ketë dhe mund të jetë i tërheqshëm ndaj audiencës. Audiencës e cila në këndvështrimin tim ose edhe nga eksperienca ime duket sikur po sillet shumë më mirë, por reagon shumë më mirë ndaj kontentit që prodhohet nga një influencer apo në krahasim me një kontent të prodhuar direkt marketingu, pra nga një ekip marketingu i një kompanie. Pse ndodh kjo qasja e njerëzve shumë më pozitive ndaj kontentit të promovues të një influenceri? Shumë e drejtë, do ta ritheksoj edhe unë gjithashtu që është shumë i rëndësishëm originaliteti. Dhe jo sforcoja është diçka që të vjen dhe natyrshëm, jo domosdoshmërisht të gjithë duhet të dalin përpara kamerës, duhet që të krijojnë kontent dhe të marrin statusin që më në fund, sepse
Unë këtë emërtim influencer e kam dëgjuar shumë herët kur partnerja ime është regjistruar dhe në Shqipëri me këtë emërtim kur nuk para njihej, dhe është vërtet tani një profesion. Pra kërkon shumë punë dhe shumë angazhim. Dhe pastaj ajo që ju thatë vjen natyrshëm që njerëzit të besojnë më shumë njerëzit se sa vetë kompaninë, markën apo atë çka gjenerohet në emrin e kompanisë. Kjo ka disa arsye, unë do doja të përmendja originalitetin të lidhur me atë çka quhet ndoshta edhe review-ja apo feedback-u dhe përdorimi i sinqert i një konsumatori. Këtë mundohen që të bëjnë dhe influencerat, pra të tregojnë se si është në të vërtetë përjetosh një produkt ose një shërbim, dhe kjo vlen më shumë kur ti e shikon audio-vizive se sa vetëm kur e lexon ose kur ti e merr nga vetë kompania që duket pak më e sforcuar. Kjo ka shtyrë shumë edhe bizneset që patjetër të bashkëpunojnë më së shumti me influencer. Unë kam realizuar një artikull shkencor përpara 4-5 muajsh, i cili është prezantuar në një konferencë këtu në Shqipëri, që prek pikërisht marrëdhënien e biznesit me influencerat dhe se si në zërin e marketingut digital, sepse influencer marketing është pjesë e marketingut digital. Ky zë sapo vjen po zë më shumë pjesë të tortës ndjes të buxhetit që po shpenzojnë vjetor bizneset. Mund të them një statistik në përgjithësi, trendi për të arritur deri në fund 2026 është dhe shpenzim $30 miliard, kështu që është një shpenzim shumë i madh, i cili po shkon më së shumti edhe gati i barabartë me atë të realizimit të ecave dhe të reklamave përmes marketingut digital gjithmonë të bizneseve. Në fakt, nga eksperienca ime kam vënë re shumë pak bizneset, të cilat mund të kenë bashkëpunuar me Geek Room-in dhe të cilët shprehmisht na kanë thënë thuaj çfarë të duash, bëj çfarë të duash, domethënë je i lirë të bësh një review super të sinqertë. Nëse dua ta përmendësh Samsungu një prej tyre, të cilët kurrë nuk na kanë thënë as çfarë të themi, as si ta themi asgjë. Edhe mendoj që kjo mund ta lehtësoj edhe punën e influencerit, ta bëj shumë të thjesht që të shkoj tek ai originaliteti e tij. Megjithatë, sot kemi shumë rrjete sociale. Një influencer nuk është më një person Instagrami, nuk është më një vlogger YouTube, por është një që i bën të gjitha. I bën dhe TikTok-un, bën dhe ndoshta edhe Facebook-un ende në vende të ndryshme të botës. Si e ka, po themi, riformuar këtë lloj industrie të influencers fakti që sot kemi shumë rrjete sociale dhe ndoshta secila ka atë kriterin e saj ose kërkesat e saj që ti të bëhesh i viral dhe i ndjekshëm. E drejtë. Unë doja vetëm të përmendja vetëm diçka. Në këtë moment të jepja, si thua, edhe nga ana shkencore apo teorike, bëhet një ndarje kur studiohet kjo fushë midis influencuesve, si term shqiptar për influencerat, krijuesve të përmbajtjes për content creators dhe celebrities për VIP, le të themi, ose very important people. Janë tre kategori totalisht të ndara dhe mundet që patjetër që të gjejnë një mix të tyre, por edhe bizneset vet apo edhe vet influencerat apo krijuesit apo celebrity në këtë rast duhet të dinë se si e identifikojnë veten. Ti jesh një influencues, sot nuk do të thotë që je me patjetër edhe një celebrity. Sepse mund të jesh moderator, mund të jesh një person, një aktor shumë i njohur, por nuk do të thotë që je domosdoshmërisht influencues, le të themi, konstant. Patjetër që influencon, por një influencer ka një komunitet të tij për të cilët i krijon përmbajtjen. Krijuesi kontentit apo creatorin në anën tjetër këtë gjë nuk e bën gjithmonë vetëm në emrin e individit të tij ose të saj, kështu që nuk mund të quhet gjithmonë influencer. Dhe këto emërtime kanë lindur, të paktën influencer dhe content creator ka lindur nga rrjetet sociale, dhe rrjetet sociale unë do të shpreha që e kanë ndryshuar shumë, duke dhënë dhe rastin praktik tonin mënyrën e krijimit të videove, të kontentit, të videove, të fotove. Nëse mund ta përmend, ne kemi nisur me YouTube-in si rrjet social i cili ishte shumë i përdorshëm, vite më parë pasi nuk ekzistonte Instagrami me Reelsa, i cili në mos gaboj, më ndjenin time ka qenë një update pas TikTokut, pas suksesit të TikTokut. Dhe ne ishim të prirur për të realizuar vloge dhe video të gjata, të cilat ndiqeshin nga njerëzit. Sot, pikërisht rrjetet sociale si Instagrami dhe TikToku dhe ky feature i Reelsave e ka drejtuar komunitetin që të konsumoj më shpejt dhe më shkurt, kështu që ka një përshtatje edhe të influencerave
ritëkrijimit të përmbajtjes më të shpejtë dhe më të shkurtër, e cila patjetër sepse edhe në këtë pikë kemi të bëjmë me kërkesë ofertë, kërkohet po. më së shumti, Edhe kështu që ajo ajo është do ajo që do realizohet. ofrohet. Treg edhe vëmendje shumë të madhe po marrin dhe mikro dhe nano influencers, të cilët në fakt mund të kenë një bazë ndjekësish shumë më të vogël se sa një influencer që ka miliona, po mendoj që janë shumë më besnik ndjekësit, edhe reagimi ndaj atij influencerit të ndjekësve është shumë i drejtë për drejtë. Mendoj që kjo ndoshta edhe në aspektin e biznesit shihet pak së paku vitet e fundit pak më pozitivisht. Megjithatë ka një problem që duke qenë nano edhe micro influencer, ti ke shumë pak ndjekës. Edhe ka një numër shumë të madh influencerisht në këtë grup. Edhe bëhet shumë e vështirë për t'i gjetur. Si mund ta zgjidhë një biznes një sfidë të tillë? Mikro, nano dhe mikro influencers janë shumë efektiv, sidomos kur bëhet fjalë nëse qëllimi i fushatës së përdorimit të këtyre influencerëve është shitja apo përdorimi i produktit apo i shërbimit. Kjo ndodh pikërisht për të theksuar edhe atë që ju thatë, sepse këta mikro dhe nano influencer kanë një komunitet më të vogël por më besnik ndaj tyre. Dhe këtu kemi edhe ndryshimin e angazhimit, e engagement rate-it dhe besnikërisë që përkthehet në blerjet produktit apo përdorimit të shërbimit. Në krahun tjetër, makroinfluencuesit përdoren më shumë për sa i përket ndërgjegjësimit, nëse fushata është për ndërgjegjësim të markës apo arritje të shifrave. Dhe ç'është e vërteta, sot tani që ne po flasim, ndoshta po lindin influencer të rinj, po lindin krijues përmbajtjesh të rinj, të cilët janë shumë të vegjël, por ndoshta mund të jenë shumë të mirë. Jo rrallë kemi parë tani në trendet në reelsat që dalin, që janë individ nga 12 vjeç, 13 vjeç, të cilët po realizojnë editime që as ne nuk i arrim dot në këto momente, jo më parë. Kështu që vetë identifikimi i tyre bëhet shumë i vështirë për arsye sepse siç e the ti janë shumë. Ajo çka un kam parë së fundmi, një nga mënyrat për të identifikuar mikro dhe nano influencers është pikërisht përdorimi i teknologjisë edhe i AI-t në këto momente, përmes përdorimit të platformave që janë për identifikimin e influencerave ose krijuesve të duhur për qëllimet e fushatës tënde. Në fakt, po, ne si Geek Room jemi të regjistruar në disa platforma online të huaja. Po. Edhe në fakt disa ditë më parë morëm një email për ne shkojmë gati çdo vit, jo gati, po për 7 vitesh në IFA, që është panajiri më i madh i teknologjisë në Europë, kryesisht produkte elektroshtëpiake. Edhe morëm një email i cili na erdhi një ftesë për të bërë një bashkëpunim, i cili na erdhi nëpërmjet njerëz prej këtyre platformave. Edhe kështu na ndodh kryesisht në evente të tilla, sepse ato e dinë që ne do të shkojmë atje, shohin kontentin ton, apo shohin edhe regjistrimin ton në këto platforma, të cilat me sa unë mbaj mend kur jam regjistruar i kam dhënë akses edhe në të dhënat e Instagramit, për ato e dinë si është engagement rate e gjitha, edhe te TikToku gjithashtu. Dhe pyetja ime është, po në Shqipëri pse nuk kemi një lloj platforme të tillë, ose së parja do ishte e nevojshme një herë? Në fakt për mua është e nevojshme. Pra ekzistenca e një platforme që është më shumë lokale se sa ndërkombëtare është gjithmonë më efektive se sa platformat ndërkombëtare. Paktën për tregun që ne jemi. Do t'jepi argumentin këtu për arsye sepse platformat të cilat edhe ju mund të jeni të regjistruar, sepse të tilla platforma kështu funksionojnë. Pra është një marketplace ku influencerat ose krijues të përmbajtje regjistrohen, lidhin rrjetet e tyre sociale në mënyrë që statistika të përdoret nga vetë platforma për t'u ofruar biznesit dhe për të bërë lidhjen ku përfshihet edhe inteligjenca artificiale në këtë moment për të bërë matching, le të themi, kryesor të qëllimit të fushatës me influencuesit e duhur, dhe kjo e bën shumë të thjesht identifikimin në këtë rast, por nga ana tjetër besoj që dhe ju nuk është se keni marrë më shpesh kërkesa nga këto platforma se sa nga vetë bizneset lokalisht, le të themi, në Shqipëri. Patjetër. Që në këtë moment, le të themi, kuptohet që është më e nevojshme. Dhe pse? Sepse unë e kam në fushën time të doktoraturës pikërisht studimin e, le të themi, 5 hapave kryesore që janë në menaxhimin e një influenceri, menaxhimin të një fushate me influencer marketing. Është identifikimi, për cilën e folëm deri më tani, në cilin në qofse është ndërkombëtarisht në nivel botëror, është më i vështirë se sa kur ti futesh në një hink, në një filtr, siç do të ishte lokal. Pra një platformë në cilën krijuesit dhe influencerat shqiptar regjistrohen dhe kjo funksionon për bizneset shqiptare, për nevoja dhe për qëllimet e tyre.
Së dyti është aktivizimi, pra fillon çështja e aktivizimit në fushat, që duhet të ketë komunikim, aktivizimi dhe menaxhimi, duhet të ketë komunikim mes biznesit dhe influencuesit. Pastaj është raportimi, në cilin influencerat përsëri përmes platformës paraqesin ose vetë platforma gjeneron raportet se si funksionoi fushata etj. Dhe e gjithë kjo ndodh në mënyrë më eficiente lokalisht se sa ndërkombëtarisht. Paktën po flas gjithmonë për Shqipërinë, sepse dhe për ta mbyllur argumentin tim, nëse ne këtu kemi prezencë të markave globale, është shumë më e paktë se sa, le të themi, tregu evropian, në cilën aspirojmë nesër pas nesër, ku do të ketë më shumë akses dhe nga markat globale. Duke qenë të tillë, markat lokale, bizneset lokale kanë nevojën që të kenë një hing dhe një filtr më të madh të influencerave, duke përdorur një platformë lokale. Megjithatë, kryesisht agjencitë e marketingut në Shqipëri duket sikur janë ende shumë tradicionale. Pra, bazuar dhe në eksperiencën time, e vetmja gjë që kërkojnë është vetëm numri ndjekësve, që as nuk ta kërkojnë ty sepse ai është publik, nuk të është se të kërkojnë të dhëna për të analizuar për një fushat disa influencer të ndryshëm. Edhe në rastet më të këqija nuk kërkojnë as numrin e followersave të ndjekësve, po thjesht ndiqen nga ky parimi i miqësisë. Unë kam mik këtë, kështu që po e çoj këtë biznesin. Në këtë këndvështrim që sot e shohin tregun kompanitë e marketingut, a mendon se do ishin me vërtet të hapura të bashkëpunonin apo të ishin pjesë e një platforme? Është e vërtet fakt që, domethënë, edhe në eksperiencën time, edhe me sa kam parë, nuk është se nuk ka agjenci të cilat nuk përdorin platforma, le të themi, ose nuk krijojnë edhe manualisht ato databaze të tyre të cilat her pas here i updatojnë, i azhurnojnë, ose të përdorin për shembull social blading, le të themi, për të marrë insightet e brendshme të një influenceri. Por ndikon gjithmonë fakti që kanë një database, le të themi, shumë rigoroze, e cila edhe pasurohet me networkun, edhe me miqësinë. Her pas here këta lloj influencer të cilët kanë lidhjen me një agjenci të caktuar marketingu apo edhe qarku shkurtër direkt me biznesin, arrin në një rënditje për zgjedhje më të lartë se sa disa influencer të cilët janë më eficient. Kështu që është e gjitha tek ndërgjegjësimi i biznesit dhe i agjencive të marketingut. Unë mendoj që ekzistenca e një platforme për përzgjedhjen e influencerit të dur për fushatën e dur është më se efektive për biznesin e para, sepse arrin që me një, le të themi, mini departament marketingu të shmangi agjencinë e marketingut, e cila patjetër ka një fi ekstra më shumë, por jo domosdoshmërisht, sepse gjithmonë mundet që të përdorësh agjencinë e marketingut, e cila në krahun tjetër përdor platformën pikërisht për të rritur eficiencën e fushatave të marketingut me influencer, edhe për të angazhuar atë që ne thamë edhe në fillim të këtij podcasti, që është identifikimi, për të angazhuar mikro dhe nano influencer, identifikimi i cilëve është shumë i vështirë. Shumë, le të themi, agent marketingu, menaxher marketingu, punonjës të agjencive si account managers bëjnë edhe scroll dhe research manuale sot për të identifikuar individ edhe si unë që mund ta quaj veten si një nano influencer për tregun tonë, edhe që më ka rezultuar pra në lidhje direkte me biznesin, më ka rezultuar shumë efektive, por që jam gjetur shumë rastësisht ose jam gjetur përmes networkun me Brentonin e tjerë. A i ke provuar çokoladat e Mr. Beast? Për t'i provu si kanë provu, se me sa di nuk e di a janë këtu. Jo, nuk janë. Me pyetja ishte më shumë nëse ke lëvizur në Europë edhe i ke provuar. Jo, kur të marri Tomasi me vete, se tendenca kështu shkon, edhe që t'i provoj, po nuk patjetër që i kam dëgjuar çokoladat e Mr. Beastit, Primein, pijen e famshme dhe trending e cila erdhi edhe në Shqipëri, që mori mendin e gjithë, le të themi, adoleshentëve për pijen energjike Prime. Ama ke provuar produktet kozmetike të S Cosmetic? I kam provu aq shumë, po sot kam marrë pa make-up. Vjen një moment në jetën e një influenceri ku ai mendon që këtë famën që kam, këtë suksesin ndërkombëtar apo lokal që kam, mund ta kthej në fit improvers edhe të krijoj një biznes. Rasti Sarës është një rast në syrin tim i tillë. Pra,
nisur edhe nga pasioni i saj, nisur nga kontenti që ajo prodhonte në fillim me make-upet, lindi S Cosmetic. Cili është ai momenti në jetën profesionale të një personi i cili është influencer, është i suksesshëm dhe thotë, "Ok, unë mund të krijoj tani një biznes." Edhe përgjigjen e duan me rastin tuaj konkret. Pra cili është ai moment që ju të dy menduat që, "Ok, duhet bëjmë këtë hap tjetër." Po, shiko, është krijuar pak si një vi logjike tani që një individ mundet, edhe këtu dua ta theksoj, nuk është e thjesht të bëhesh influencer. Një individ mund të bëhet influencer sepse ka tendencën që do fitoj para. Pra shumë e vështirë, sidomos sa më shumë rritet tregu me më shumë influencer, aq më e vështirë bëhet që ti të gjenerosh të ardhurat. Pastaj nga influencer shkohet tendenca për të krijuar një markë tënde personale. Dhe kjo është një vi logjike që në fakt ka një bazë se pse realizohet. Dhe pikërisht është edhe arsyeja sepse Sara vendosi dhe pastaj bashkarisht të futeshim në një biznes të mirëfillt, krijimin e markës kozmetikës, pikërisht sepse Sara si partneri imja nisi me videot YouTube-it si make-up tutorials, pra tregonte se si të përdoret një produkt kozmetik. U arrit që të krijojë një komunitet i cili e ndiqte pikërisht për këtë arsye dhe arritëm që të merrnim dhe feedback nga bizneset me të cilat ne bashkëpunonim për produkte të caktuara, që po realizoheshin shitje konkrete një sasi të konsiderueshme. Dhe kjo gjë solli idenë që të krijohet një markë përpos disa faktorëve të tjerë, që ishte një mungesë në Shqipëri një markë kozmetike shqiptare me cilësi të mira, krijohet një markë e cila ka si piknisje pikërisht të database, le të themi, që kthehen në konsumator potencial që sot janë ndjekësit e këtij influenceri. Dhe kur janë nish, siç unë e tregova, pra që janë kryesisht të formuar vetëm për këtë industri, siç ishte kozmetika, suksesi është më shumë më i garantuar. Ama kjo është për sa i përket fazës parë, sepse pastaj futesh në një biznes të mirëfillt, kërkon një biznes plan, patjetër që kërkon menaxhimin e këtyre konsumatorëve ekzistues, po edhe se si ti të marrësh konsumator të rinj. Dhe kjo sjell, nëse shikon edhe trendin që shumë influencer krijojnë markat e tyre, por nuk mbijetojnë më shumë se sa 2-3 vite, sepse përdoren. Po kjo ndodh sepse vetë influenceri nuk do që të jetë një sipërmarrës, nuk do të jetë një businessman ose një businesswoman. Dhe do të thotë e nisin me databazën e tyre, funksionon në 1 vit, në 2 vite, por ai më tej kthehet në një biznes të mirëfillt. Ndoshta ti mund të biesh edhe si influencer, po ti duhet mbash biznesin, duhet të fillosh me strategjitë e mirëfillta të marketingut, siç e thash, të menaxhosh ekzistuesit por të kapësh dhe klientë të rinj. Dhe këtu fillon pastaj aftësia, le të themi, e karakteristikave të një biznesmeni ose businesswomani, se sa vetëm të një influencer. Dhe si është sot, për shembull, në rastin e Sarës, jeta e saj është businesswoman, është influencer, si e menaxhon këtë pjesë? Kjo është në fakt dilema më e madhe se ku duhet që të vendoset vëmendja më e madhe. Po le të them që nuk e ndaj dot me thik, po është në disa muaj të caktuar më shumë vëmendje si influencer, në disa muaj të caktuar më shumë vëmendje si në biznes. Ajo që është shumë e rëndësishme dhe çfarë është avantazh për gjithë influencerët që krijojnë markat e tyre personale, është që influencerin e kanë brenda. Pra, në momentin që i vjen natyrshëm dhe ti marketon produktin tënd si një influencer me eksperiencën që ke. Dhe këtu do doja të theksoj edhe diçka që është shumë e rëndësishme, po të shikohet vitet e fundit, po flas në 5 vjeçarin e fundit, influencerat më të mirë janë themeluesit. Dhe kjo po ndodh, dhe ka ndodhur që në kohën e Steve Jobsit dhe po ndodh edhe me marka mëdha dhe globale, të cilat tani kanë tendencën që dali pikërisht themeluesi si influenceri kryesor. Dhe nëse dikush që po sheh këtë intervistë dhe ka ardhur deri në këtë pjesë të intervistës, sepse arsyeja kryesore është që brenda vetes ti don që të bëhet influencer. A ka 1-2 disa këshilla që ti do i jepje? Ka shumë, po tani sa kemi kohën ne, unë të kemi shumë pak, do ta mbyllim këtu. Këshilla kryesore për ata të cilët duan që të krijojnë përmbajtje dhe të kthehen në influencer është që të heqin kompleksitetin e tyre dhe të krijojnë përmbajtjen. Ta krijojnë me atë çka u vjen natyrshëm dhe jo të përshtatet me trendet apo viralitetet. Kjo do të sjellë elementin e parë që ju e nisët dhe podcastin, originalitetin. Në momentin që dikush ka originalitet, është më i besueshëm, suksesi është më i garantuar. Pra, krijimi i
kontentit pa u menduar dhe atëherë pa arritur perfeksionin, dhe këtë e kam një mësim nga vetja, që e kam shtyr me vite e vite sepse doja të kisha kamerën më të mirë, mikrofonin më të mirë, jo, nuk është e thënë. Dhe e dyta është që ti të testosh se çfarë të funksionon dhe të vazhdosh konsistencën në këtë stil. Të paktën për një kohë të pacaktuar, po për sa kohë të funksionon, një mënyrë e caktuar editimi, një temë e caktuar që është shumë e rëndësishme për cilën ti e ke komunitetin tënd ose krijon nishin tënd, duhet që të vazhdosh aty dhe suksesi patjetër është i garantuar. Duhet patjetër mbi të gjitha edhe konsistencë. Gabove, vazhdo, gabove, mëso, edhe nëse ke arritur deri në këtë pjesë të intervistës, jemi në fund dhe nuk ke patur atë bindjen, uroj shumë që biseda me Dartin të ketë vlerëtur edhe ti jesh gati dhe që në këtë moment krijosh profilin tënd. Darti, shumë faleminderit. Uroj shumë të shihemi këtu në korridoret e piramidës sa më shpejt, edhe verë të mbar. Brendon, shumë faleminderit për ty, e shijova shumë këtë bisedë. Faleminderit.